Statistika cilë lajme të mira, pra që gratë janë më të angazhuara nga ana profesionale. Pra ju si mendoni, si e gjenë këtë 8 mars 2026 gruan shqiptare? Stavina, e nisim bashkë? Po, e nisim. Mendoj që një perspektiv të përgjithshme, nuk është se ka shifra të tmerrshme, nuk femicidi në një farë mënyrë ka rënë, nuk është në ato nivele që ka qenë. Ka disa politika gjinore, mendoj që miratimi i ligjit barazisë gjinore gjithashtu është një hap i rëndësishëm, i cili krijon hapësira të mëtejshme për gratë që të gjejnë vendin e tyre në shoqëri, lehtëson disa mekanizma të rëndësishme. Debati në vetvete që u bë për ligjin e barazisë gjinore, për mendimin tim, nxori në pa të gjithë këtë kundërthënien e madhe që ka shoqëria jonë, por besoj që në këtë moment gratë kanë një pozitë më të favorshme, absolutisht ka shumë punë për të bërë. Por e përgjithshme nuk më duket shumë dramatike, nuk do e bëja shumë dramatike. Pra, le të themi që ndjehen më të sigurta, gratë kanë më shumë hapësirë apo jo? Rutina si e mendon, ti se shoh Joridën që ka bërdijet, nuk është shumë dakord. Po pres radhën, sot ka folur gjithë. Prandaj dua të dëgjoj fillimisht ato sepse e di që ti do ta thuash shumë. Po, që tregon që duke qenë se ke folur, tregon që mirë janë gjërat. Ne të flasim. Mund të flasim, ne jemi në vende që flasim, ne jemi në vende që veprojmë, që operojmë, që punojmë, ne jemi shtuar dhe duhet të heqim dorë nga viktimizimi. Patyshim ka viktima mes njerëzve, po tashmë gratë kanë më shumë në dorë, kanë më shumë mundësi. Unë e besoj fort të gjë. Edhe mundohem t'ja u them edhe vajzave të reja, që mos e shikoni, isha sot madje në mëngjes, isha tek Fakulteti i Gjuhëve Tuaja dhe po shikoj ato vajzat dhe thash, shiko, është një mrekulli t'ju shikoj, dikur unë isha njëra prej jush dhe më ka marrë malli shumë për atë kohë. Dhe mos keni frikë, tash fare, nga pabarazia, keni frikë vetëm nga ignoranca. Ajo është. Jorida, si e gjen këtë 8 mars, çfarë ke thënë ti sot në parlament? Keni qenë në parlament sot gjithë ditën apo jo? Sot ka qenë dita e njëjtë, dita e parlamentit, për shumë e preferuar, për shumë të tjerë. Fol për gruan sot aty apo jo? Në fakt u fol pak për mësuesen. Shiko, unë ndaj një pikpamje paka shumë të njëjtë edhe me Sabinën dhe me Rudinën. Nuk kemi aty ku ishëm shumë vite më parë. Unë të them të drejtën edhe në diskutimet që kam pasur në përgjithësi, nuk jam fokusuar tek gruaja edhe me pikpamjen për ta viktimizuar atë. Mendoj që gratë që janë zëja ja dalin vetë. Nuk ka nevojë fare as për tu viktimizuar, as për kuota. Sigurisht që ka nevojë për shumë mbështetje. Ne në fund ditës jemi në një profesion që na kërkon dhe një angazhim publik. Kemi nevojë për mbështetje në punë, në familje. Nuk është e thjeshtë që ti bësh të gjitha paralelisht, po edhe shoqëria pret shumë nga gratë. Pret që ne t'jemi perfekte, pret që ne t'i kryejmë gjitha ato angazhime dhe detyrimet tona në familje së pari, sepse pavarësisht çfarë pune unë bëj tani, jam e sigurt për çdo tjetër, pavarësisht çdo profesionin jetë, për mua gjë më të bukur se sa kur më thrasin mamë në darkë e shtëpia, nuk kam parë ndonjëherë dhe pret kushdo që neve t'jemi kaq perfekt në çdo gjë dhe sigurisht që ne ja dalim mirë, por vështirësia është pikërisht te ky perfeksioni që njerëzit presin. Pra je duke thënë që ndërkohë që gjërat kanë evoluar, kanë përparuar, mundësitë janë shtuar, tha Rudina. Pra janë shtuar mundësitë, por nga ana tjetër me sa duket është shtuar depresioni. Pra çfarë ka më shumë gruaja sot, mundësi të reja, mundësi më të gjera apo presion të shtuar? Shiko, unë po flas për veten sepse nuk përfaqësoj dot mendimin e të gjithëve, po ashtu siç e shoh unë, është një barë shumë e madhe kur ti ke një përgjegjësi për të përfaqësuar dhe mënyra dhe modeli që ti jep për të përfaqësuar. Sepse jo gjithmonë në politik, po dhe jashtë ne shohim modelet më të mira. Dhe për mua nuk ka gjë më të mirë se sa të udhëheqësh nëpërmjet shembullit tënd. Dhe secila prej nesh në sferat e saj, këtë duhet besoj ta ketë parim. Ti kryejmë gjërat në atë mënyrë që t'jemi shembull edhe për të tjerët. Të hapim rrugën. Unë kur kam hyrë në parlament, të them të drejtën, jam ulur në rreshtin e parafundit. Më është dashur shumë që të shkoj tek rreshti i parë deri në këto zgjedhje kur heca me këmbët e mia dhe shkova në parlament me vota të zgjedhura në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, por dikoj që fillon sot nga e para, pra nis politikën tani. Sot është më e lehtë. Si mendon, është më e lehtë për një grua të gjej vend në politikë dhe sot është më e lehtë. Po, është më e lehtë që të hysh, po përgjegjësia vjen në atë sallë me atë që ti thua, dhe unë shpeshherë ndjej edhe keqardhje që jo gjithmonë në atë sallë kemi përfaqësimin më të mirë.
Ja, do të flasim pak edhe për rolin e gruas në politikë sot edhe si vjen praktikisht ky rol, po për sa i përket grave sot, kanë më tepër presion apo mundësira? Një grua që ka zgjedhur të jetë kirurge, momenti i parë kur ke marrë këtë vendim në jetë, kur e mban mend, si ka qenë çasti, sepse besoj kush të ka dëgjuar ka thënë kirurge, Jo vetëm kur kam... Ma merr mendje që s'ka qenë shumë e lehtë momenti që ke ndarë me të tjerët vendimin tënd. Kur e kam ndarë me të tjerët, më janë kthyer kundër, në kuptimin që si mundesh një femër të bëj kirurgjin, A do ta bësh dot apo jo? Me siguri e kam parë me dyshim. Parë si një profesion pak burrua di ta bëj. Domethënë, presioni është i madh, njerëzit presin maksimale nga ty, çuditen kur ti thua që jam kirurge, se presin një mashkull aty të madh me muskuj, ndërkohë që më shohin mua të vogël. Por besoj që njeriu kur e do këtë gjë e bën edhe e bën super okej. Me që ishim te politika, Jorida, a është e vështirë sot për një grua që të hyjë në politikë? Si mendon? Është më lehtë se ç'ka qenë më parë, për të ndjekur diskutimin e doktoreshës, ka qenë përgjithsisht domen burrash. Por është më e lehtë për të hyrë, por unë e shoh problematike mënyrën se si hyhet në politikë. Sot konsiderohet e vështirë politika për gratë, domethënë një terren i vështirë, kur një grua mund të çajë, po është e vështirë për shumë aspekte. Para është e vështirë për debatin dhe për balljen që ti duhet të kesh. Narrativën, ligjëratën. Dhe shpeshherë njerëzit presin që ti të kesh të njëjtën ligjëratë si burrat, ndërkohë që unë vlera e grave besoj që është pikërisht modeli ndryshe që mund t'japin. E presin njerëzit apo e presin burrat që të kesh një narrativ? Unë besoj që janë dy publik të ndryshëm, burrat dhe gratë. Unë besoj ndoshta gratë presin tjetër gjë nga një grua kur del dhe flet, dhe janë burrat ata që ndoshta kanë të tjera pritshmëri për mënyrën e fjalorit edhe ajo që zgjidhet, mënyra se si zgjidhet të debatohet dhe të përplasësh. Si mendon? Unë besoj që shembujt që kanë qenë në politikë kanë qenë të tillë. Njerëzit presin që ne të jemi vetvetja. Është e vështirë për shumë aspekte. Është e vështirë. Unë besoj që një grua e ka fuqinë tek forca e fjalës, tek argumenti, nuk e ka ke zëri i lartë. Dhe besoj shumë tek fuqia e fjalës. Besoj shumë tek fakti që mund të ndryshojnë gjërat në mënyrë diplomatike dhe këtë e arrin gratë më mirë, pa dashur edhe ti martirizoj dhe jo ti viktimizoj, por e arrin gratë më mirë se kushdo. Vështirësia është që do të shkosh do utulesh në çdo lloj ambienti, do të shkosh të biesh çdo lloj dere, do kontaktosh me çdo grup. Është e nevojshme sigurisht që të bësh gjëra të cilat në jetën e përditshme ndoshta nuk ke për t'i bërë, nuk ke për të hecur dot në çdo rrugicë të takosh çdo njeri. Por në momentin që ti e gjen rrugën tënde, kauzat e tua, unë besoj që është shumë e lehtë. Njerëzit kanë nevojë sot që politika të jetë njerëzore. Dhe unë besoj që më mirë se gratë nuk e jep askush. Absolutisht.